varfërinë, për padrejtësitë, për korrupsionin, për vjedhjet, për të gjithë gjërat, për çmimet që janë bërë skandali i botës, jo i vendit tonë. Kështu që do japim atë, do bëjmë atë protestën tonë atje, për të gjithë gjërat. Po shkojmë protestojmë për gjithë shqiptarët që ndihen të vjedhur nga ky lloj pushteti që nuk e di mas prej ardhe nga e ka. Se këta janë pas shqiptarë nuk mund t'i thush tyre me këto çfarë po i bëjnë këtij milleti. Me një trëndlasje 50 milion euro edhe gjërat shifrat mëdha frikshme. Për këtë gjëra po shkojmë atje. Për gjitha gjëra që po na shkatrojnë. Po na si të temu, ka marrë nga Greqia Kasile për të vajtur në protestë. Kaq janë. Ka marrë nga Greqia Kasile që të vetë në protestë, që të arzojmë të qeveri. Me vjedhje me gjitha, që e mbron akoma Ballukun. Duhet jemi, gjithë shqiptarët duhet dalin sot. Të gjithë duhet jenë atje në shesh, nuk ka dallim as mbështetja partijake, as mbështetja, duhet ndjehemi atë vetar. Sot duhet ndjehemi atë vetar se me që po lexojmë e shohim, ne e provuam vetë se kush ishte Balluku gjatë gjithë atij vitit kaluar, që vetëm vjedhje nga gjithë anët, që ata vjedhin zgjedhjet, edhe pastaj thonë ne kemi kartona dhe nuk u lem na gjykoni. Tani unë mendoj që jemi vonë. Edhe tani jemi vonë, duhet sa më shumë t'i përzen. Shqipëria është e pushtuar. Festuam dhe festën e çlirimit, por siç duket ne jemi akoma më të pushtuar, mbas edhe më shumë nga ç'na ka mbajt Gjermani para. Se këta po na vjedhin, po na i marrin të gjitha. Të gjitha dhe thonë mbani dhe gojën mbyllur.